Përshëndetje të nderuar miq, nga data 1 tetor, pra ditë e mërkurë, futen në fuqi vendimi i qeverisë për indeksimin e pensioneve. Masa do të jetë 2.5%. Shumë herë më e vogël se sa vitin e kaluar që ishte 4.1%, edhe pse çmimet janë aty, por sipas Instatit ka një ulje krahasim me vitin e kaluar të çmimeve që ka reflektuar në këtë ulje të masës. Megjithatë, sipas ministres Deline Ibrahimaj, masa sipas Instatit është edhe më e vogël, pra sipas tyre qeveria ka dhënë pak më shumë, duke rritur shifrën në 2.5% që prap është e vogël, po për diskutuar konkretisht si përkthehet kjo, në sa lek do shkojnë në buxhetin e pensionistëve, do të flasim me zotin Riza Hashimi, specialist i Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Zoti Hashimi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit edhe për ftesën. Faleminderit ju. Zoti Hashimi, nga data 1 tetor, një pensionist me një pension mesatar, sa i bie që me 2.5% që të shtoj në lek? Gjithë pensionistët të cilët përfitojnë një pension të çfarëdo lloji kategorie, do të marrin dhe shtesën mbi pension që rezulton si rezultat i indeksimit të pensioneve me koeficientin e indeksimit të pensioneve në masën 2.5% sipas vendimit të fundit të Këshillit të Ministrave. Nëse një pension mesatar urban sot është 19.600 lek, do të thotë që duke filluar nga nëntori, kjo kategori pensionistësh do të përfitojnë në 2.5% më shumë, ose në vlerë absolute po them 490 lek. Faktikisht doja rreth 500 lek, gjithmonë bëhet fjalë për pensionin mesatar urban, sepse kuptohet që ka kategori pensionistësh të cilët përfitojnë më shumë se sa 19.600 lek, po them çfarë është pensioni mesatar urban. Kuptohet që ka dhe pensione më të ulta se 19.600, kemi dhe pensione sociale që vazhdojnë të paguhen. Patëm një ndryshim së fundmi, duke përjashtuar në fakt nga përfitimi pensionit social shumë përfitues, të cilët ju lindet drejta për të aplikuar dhe për të përfituar tashmë një pension pleqërie të plot, dhe këtu do thoja kjo për efekt ligjit numër 7 vitit 2025, ku njihen në periudhat e rritësisë në punë, pavarësisht se një person, një qytetar i vërteton ose jo ato vite. Gjithmonë bëhet fjalë për periudhën nga mosha 18 vjeç. Zoti Hashimi, nga pensioni social, me që u futëm në këtë degëzim? Nëse një përfituesi një pensioni social sot riaplikon për të përfituar një pension pleqërie, vërtetohen me anë të ligjit numër 7 të vitit 2025 që ata plotësojnë në kursin ligjor për 15 vjetësh, vjetësi në punë, dhe nuk do të përfitojnë tashmë një pension social, 9.710 lek deri sot dhe 9.953 lek duke filluar që nga 1 tetori i këtij viti, por do të përfitojnë një pension pleqërie të plot ose të pjesshëm që është shumë më lartë se sa pensioni social. Gjithë kjo kategori, unë do t'ju bëja një apel që të aplikonin për të përfituar një pension pleqërie, sepse nëse deri dje, po them para se të plotësonin moshën 70 vjeç, nuk i vërtetonin dot që ata plotësonin kursin ligjor prej 15 vjetësh, që kërkon neni 31 i ligjit 7703, dhe në moshën 70 vjeçare kanë patur të drejtë dhe kanë përfituar një pension social. Tashmë, me hyrjen në fuqi të ligjit, nga 13 marsi i vitit 2025, gjithë periudha nga mosha 18 vjeç deri në 30 shtator të vitit 1993. Dhe kjo kategori fatikisht ka goxha periudhë historike në këtë periudhë nga mosha 18 vjeç deri në shtator të 93 për gjithmonë për banuesit e qytetit, apo deri në 19 korrik të vitit 1991 për banuesit e fshatit, apo deri në 17 tetor të vitit 1992 për banuesit e fshatit, por me qendër banimi ku kanë shtrirë aktivitetin, po them, me ishën ndërmarrje bujqësore. Dhe gjithë kjo kategori, përveç faktit që deri në vitin 91, 92 dhe 93 kanë qenë në moshë pune dhe kanë goxha periudhë vjetësie në punë, që janë një ligji, pavarësisht se ata i vërtetojnë ose jo, kanë drejt të aplikojnë dhe të përfitojnë një pension tashmë pleqërie.
kemi patur raste, ka rënë numri i pensioneve sociale pikërisht për shkak, po përsëri ka qytetarë të cilët nuk e kanë informacionet dur, vazhdojnë të aplikojnë për rishqyrtim të pensionit social që bëhet sipas ligjit një herë në vit dhe ndërkohë nuk aplikojnë për të përfituar një pension. Dhe nëse kalonim në temën e ditës që ka bëjmë edhe diçka këtu, ndoshta unë gaboj me që jemi te pensioni social, sepse qeveria ka deklaruar që në këtë mandat do ta dyfishoj. Tani si u bie më mirë që qëndrojnë te pensioni social apo të aplikojnë ashtu siç thatë ju për pension pleqërie? Apo nuk ka lidhje këtë tash? Nëse do të kemi parasysh se si funksionon ligji për sigurimet shoqërore, çdo pension i caktuar pas datës 1 janar të vitit 2015 nuk mund të caktohet më i vogël se pensioni social. Dhe nëse do të kemi një dyfishim të masës së pensionit social, pa diskutim që do kemi dhe dyfishim të pensionit minimal, po them unë, që caktohet sipas ligjit. Dhe nuk ka asnjë shans, asnjë mundësi që pensioni social të jetë më i lartë se sa pensioni i pleqërisë, sepse pensioni i pleqërisë, i plot apo i pjesëm, urban ose rural, se varet nga data kur kemi datën e lindjes së drejtës, gjithsesi caktohet në bazë të kontributeve që ka dhënë gjithsecili dhe nuk mund të jetë asnjëherë më i ulët se sa pensioni social, që bëhet fjalë për një kategori të cilët nuk vërtetojnë që kanë plotësuar 15 vjet të sigurime shoqërore. Dhe në ligj është përcaktuar që pensioni bazë apo pensioni minimal që caktohet nuk mund të jetë më i ulët se sa një pension social që sot është në masën 9.710 dhe duke filluar që nga nesër është 9.953 lekë. Për të rikthyer atëherë tek çështja kryesore për pensionistët, pensioni në qytet urban, pensioni urban, përfitimi ishte rreth 5.000 lekë të vjetra me llogaritjen që sapo thatë pak më parë. Po për ata në fshat, edhe kush përfiton, kush është pensioni më i ulët dhe më i lartë, pra sa shkon nga më i ulti te më i larti me këtë 2.5%? Nëse do të flasim për pensionet rurale, gjithmonë bëhet fjalë për pensionet e caktuara para 31 dhjetorit të vitit 2014, sepse pas 1 janarit nuk e kemi më konceptin urban dhe rural, por pensionet që janë caktuar para asaj date dhe normalisht vazhdojnë të gëzojnë pensionin deri sot përfitojnë, po them, një pension minimal 12.248 lekë, ose kjo kategori pensionistësh ka një pension mesatar, po flasim një pension mesatar rural, që është rreth 11.000 lekë, dhe e indeksuar me 2.5 do jetë diku aty në 300 lekë, po them, që përfitojnë pensionet rurale minimale. Gjithmonë ne po flasim për pensionin mesatar ose pensionin minimal, por kuptohet që ka dhe pensionet të cilat janë caktuar më të larta se sa pensioni minimal apo se pensioni mesatar. Unë do të bëja një korrigjim të vogël, se ju thatë në fakt që këtë vit është llogaritur nga Instat më i ulët se sa vitin e kaluar. Po nuk gaboj, ishte 4.1 vitin e kaluar. Ka qenë 4.1 pikërisht sepse ligji parashikon dhe është një detyrim ligjor i Këshillit të Ministrave që nuk mund të tolerojë as ta jap më të lartë dhe as më të ulët se sa ajo që përcakton ligji. Ligji parashikon që llogaritet koeficienti i indeksimit në bazë të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Po them kryesisht të shportit që përcaktohen këto produkte dhe këto shërbime nga Këshilli i Ministrave. Nëse inflacioni gjatë kësaj periudhe ka qenë më i ulët vërtet se 2.5, por pikërisht duke marrë inflacionin apo rritjen e çmimeve të këtyre produkteve rezulton në masën në 2.5%. Dhe jo se është favorizuar apo është disfavorizuar krahasim me vitin e kaluar. Vitin 2024, kur është bërë llogaritja nga Instat, pikërisht për këtë ka qenë 4.1, ose në vitin 2023 ka qenë 8.6 dhe po të rikthehemi vit pas viti, janë koeficientë ndryshëm për vite ndryshe pikërisht për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe shërbimeve të përcaktuara këto nga Këshilli i Ministrave. Që thotë kemi një inflacion më të ulët gjatë kësaj periudhe, normalisht kemi dhe një koeficient indeksimi më të vogël.
Nuk ka të bëjë me rritjen e pensioneve, nuk ka të bëjë, ka thjesht një indeksim, një detyrim ligjor. Këshilli i Ministrave çdo vit në një 61 ligjit e detyron që pikërisht në bazë të këtyre treguesve të përcaktojë dhe koeficientin e indeksimit. Po rritje e pensioni apo po them ngushtimet diferencave në masën e pensionit janë problematika të tjera të cilit me dijen time Këshilli i Ministrave është ndërgjegjësuar, ka kohë që është ndërgjegjësuar dhe po vazhdon reforma për të bërë përmirësimin, sepse po them këtë vit ne kishim edhe në muajin korrik koeficientet e indeksimit të pagave për efekt të masës suksesare të pensionit që ishin 9.3%, që rezultonte nga raporti pagës mesatare me pagën mesatare të vitit korrent. Dhe pikërisht ky indeksim në masën 9.3 duke shtuar edhe koeficientin e indeksimit të pensioneve 2.5%, do të thotë që pensionet e caktuara pas 1 janarit të vitit 2025 kanë një rritje, po them, krahasim me vitin e kaluar rreth 10%. Edhe reforma që unë e shpjegova, që ka të bëjë me njohjen e vizësisë në punë, për gjithë personat e siguruar nga mosha 18 vjeç deri në vitin 91 për banorësit e fshatit, 92 për ish ndërmarrjet bujqësore apo 93 për banorësit e qytetit dhe llogaritja e bazës së vlerësuar për këtë kategori si specialistë të mesëm, që do të thotë me një pagë referuese më të lartë, bëjmë pikërisht rritjen e masës së pensionit dhe rritjen e shkallës së zëvendësueshmërisë midis së pagës dhe përfitimit. Zoti Hashimi, për ta parë me shumë optimizëm, duke qenë se kjo nuk është vetëm për një muaj, po normalisht për gjithë vitin rritja, mesatarisht i bie që një pensionist me pension mesatar për një vit shtesa është diku te 6.000 lekë të reja. Apo po. Kjo është e vërtetë që do kemi një shtesë kësaj natyre, por gjithsesi unë do të theksoj që nuk është rritje pensioni, është një indeksim i pensioneve, është një bazë ligjore që Këshilli i Ministrave në zbatim të ligjit përcakton nëpërmjet strukturave të veta pikërisht rritjen e çmimeve. Nëse çmimet janë rritur në masën 2.5%, normalisht edhe pensionet do të rriten në masën 2.5%. Nëse do t'i referohemi, po them, strategjisë të qeverisë për periudhën 2025-2028, është folur në fakt edhe për diferencim të indeksimit të masës së pensionit. Po them, pensionet më tuta të indeksohen në një shkallë më të lartë se sa pensionet e larta. Nuk mund të indeksohet një lloj si një ushtarak edhe si një pension minimal. Ju përmendët ushtarakët për shkak se mendoni që ata përfitojnë dhe një pension suplementar, se pensioni i pleqërisë edhe për ushtarakët është e njëjtë me pensionet e tjera të çdo lloj profesioni. Nuk ka ndryshim një pension ushtaraku, po them, flas për pensionet e pleqërisë. Nëse një ushtarak përfiton një pension suplementar, dhe kjo indeksohet edhe pensioni suplementar, kjo ka të bëjë pikërisht me kontributet shtesë që paguan një ish ushtarak. Një ish ushtarak ka paguar 5% më shumë kontribute për sigurime shoqërore të pagës, më shumë se sa, po them, kategoritë e tjera të punësuarve apo të vetë punësuarve, që do të thotë dhe ligji jep të drejtë në bazë kontributeve që ata kanë paguar suplementare, do të përfitojnë edhe pensionet suplementare. Por nëse do të flasim vetëm për pensionet e pleqërisë, edhe ushtarakët, masa e pensionet të pleqërisë i llogaritet në të njëjtën mënyrë si llogaritet masa e pensionet të pleqërisë si gjithë kategoritë dhe gjithë profesionet e tjera. Nuk ka ndonjë ndryshim. Por kjo që doni të thoni juve dhe unë do të isha dakord është që në vlerë absolute, nëse themi që do të kemi zvendësimin e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe kjo bëhet nëpërmjet këtij koeficienti indeksimi, unë do të thoya që ndoshta duhet të ndërhyet për të patur dhe në vlerë absolute të njëjtën gjë. Nëse çmimet e sportës në muaj kot, po them, nuk kanë rritur 500 lekë, por ja rritur më shumë, dyfishin 1000 lekë, atëherë kjo të parashikohet ndoshta në reformat që do ndërmerren më pas, që qytetari apo një pensionist ta ndjejë që vërtet nëse çmimet gjatë këtij viti ka një rritje
flas për çmimet e shportës, ka një rritje që ndryshon në 1.000 lekë dhe rritja minimale që duhet jetë për këta jetë 1.000 lekë. Për kategoritë e tjera, unë mendoj që duhet të vazhdoj norma ligjore që të indeksojë në bazë të koeficientit të indeksimit të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore apo shërbime. Zoti Hashimi, nga ajo strategjia që ju përmend pak më lart e qeverisë ju premtua edhe në fushat, për qenë me këmbë tokë, deri ku mund të shkojë për te premtimeve të fushatës? Pra ndoshta pensioni i 13 që këtë vit mund të jetë i mundur? Në fakt, edhe në programin e qeverisë jam parashikuar edhe reforma në fushën e pensioneve dhe jo vetëm për gjithë kategorinë e pensionistëve, të cilët nuk kanë vetëm po them reformën apo masën e pensionit, por kanë dhe pikërisht reforma që kanë të bëjnë me rritjen e mirëqenies së tyre. Po them për sa i përket reformës në fushën e shëndetësisë, duke patur rimbursime të medikamenteve dhe reforma të ndryshme, nga më të ndryshme në kompensimet nga ndryshimi i çmimit të energjisë që janë dhe do të vazhdojnë të jenë dhe reformat të tjera të kësaj natyre. Por gjithsesi, nëse ju mendoni që duhet të kemi një bonus më të lartë dhe të sankcionuar me ligj, dhe jo ajo që jemi mësuar në fund vitit, që vitin e kaluar ka patur një bonus 10.000 dhe 15.000 lekë në bazë të masës së pensionit dhe kemi patur dhe një bonus të dytë më pas në muajin mars të këtij viti. Por gjithsesi unë mendoj që në buxhetin e këtij viti në fakt duhet të ketë ndoshta edhe ndryshime gjatë kësaj periudhe deri në fund të vitit në ndërhyrje në parlament për të bërë ndryshime edhe të buxhetit, por ishte parashikuar që një rritje më e lartë, një buxhet më i lartë për indeksimin e pensioneve. Ndoshta duke marrë parasysh koeficientin 4.1 të vitit kaluar. Dhe në rastin kur ky koeficient është miratuar, 2.5%, kuptohet që këtë pjesë të buxhetit të parashikuar për pensionistët ndoshta shpërndahet në fund të vitit në formën e bonus. Dhe sa i përket asaj që thatë ju që do të kemi një pension të 13, apo do kemi një masë bonusit të përcaktuar me ligj, dhe jo siç është deri sot që në fund vitit vendos Këshilli i Ministrave për masën dhe kriteret e bonusit, unë do ta përshëndesja dhe mendoj që nëse është parashikuar në programin e qeverisë dhe do të jetë e parashikuar dhe në buxhet për vitin 2026 dhe në vazhdim, unë them që duhet bërë që mos pritet po them fund viti, po çdo pensionist ta di, të jetë i njohur që në fund vitit do të ketë një bonus tashmë të përcaktuar dhe të vendosur me ligj. Megjithatë, edhe gjitha këto ashtu sikur e kemi diskutuar dhe për hera të tjera, nuk është se i shkojnë problemit në rrej, pra reforma kalon tangent, pra ende nuk po guxojnë që të futen për një reformë të thellë. Në djenin time janë ulur jo vetëm strukturat tona, po them Këshilli i Ministrave, Instituti i Sigurimit Shoqëror apo Ministria e Linjës, po janë ulur dhe faktorë ndërkombëtar siç është Banka Botërore për të patur dhe për të mbështetur një reformë në fushën e pensioneve. Unë do të thoya që nëse bëhet fjalë për vitet e fundit, reformat, ndryshimet që ka pësuar ligji, siç i përmenda dhe ligji 7 dhe koeficienti i indeksimit të pagave, kanë bërë të mundur që është rritur shkalla e zëvendësueshmërisë pagë përfitim për pensionet gjithmonë të caktuara pas 1 janarit të vitit 2025 dhe ka patur efekte për pensionet e caktuara pas 1 janarit të vitit 2015. Problematik ngelet për pensionet e caktuara para 1 janarit të vitit 2015 për shkak se edhe mënyra e llogaritjes sipas ligjit të kohës ishte ndryshe, duke patur kufizime, ato që parashikonte po them neni 32.4, nëse do t'i referohesh këtij neni gjithmonë për pensionet para 1 janarit të vitit 2015 të caktuara këto ose me ligjin 4171 të 66, ose me 7703 të 93, kishin dy kufizime
më falni, që ndikonin ndjeshëm në uljen e masës së pensionit. Kufizimi i parë që kishte të bënte me pagën neto të 3 viteve në 10 vitet e fundit, dhe për një person të siguruar, pavarësisht nga historiku i punës, pavarësisht nga vjetësia në punë, nëse në 10 vitet e fundit kishte një pagë minimale, për shkak se ishte i vetëpunësuar, për shkak se ishte punësuar dhe ki parasysh në atë periudhë kishim një përfaqësim apo një prezantim të pagës jo reale, duke u siguruar punonjësit me një pagë minimale dhe kjo pagë neto në 10 vitet e fundit ndikonte ndjeshëm në masën e pensionit, duke i shkuar drejt pensionit minimal, por kishim një kufizim të dytë që kishte të bënte me pensionin maksimal. Në atë kohë kishte një tavan, një pension i caktuar nuk mund të caktohej më shumë se sa dyfishi i pensionit minimal. Pas një anajt 15 janë hequr të dyja këto kufizimet, pensioni caktohet në bazë të kontributeve që ka paguar gjithë secili në gjithë historinë e vet. Zoti Hashimi, kam edhe diçka të fundit se folën për pensionet edhe për indeksimin që u përmendën korrekt të pagave, po pagesa pa punësisë në mos gabohem është rritur në 25.000 lekë, sepse kështu në mos gaboj qarkulluan disa lajme pak ditë më parë. Nëse do të flasim për pagesën e papunësisë, pagesa e papunësisë është 50% e pagës minimale. Përveç shtesave të tjera, po ndalemi vetëm në pjesën e pagesës së papunësisë për një person të siguruar që plotëson kriteret ligjore për të përfituar pagesë papunësie dhe nuk ka fëmijë nga kim, po them, fëmijë deri në 18 vjeç apo nëse vazhdojnë studimet e larta deri në 25 vjeç. Në këtë rast është përcaktuar me ligj është 50% e pagës minimale. Që thotë nëse paga minimale sot është 40.000 lekë, 50% çdo përfitues i pagesës papunësisë është 20.000 lekë. Nëse atë që është parashikuar dhe në programin e qeverisë, paga minimale do të shkojë shumë shpejt 50.000 lekë, kuptohet që në atë datë që do të vendoset një pagë minimale, do të shkojë edhe pagesa e papunësisë 25.000 lekë. Sepse kjo është sankcionuar me ligj që është 50% e pagës minimale. Të lutem edhe diçka, këtë vit në janar sa shkon mosha e daljes në pension? Jo ajo e reformës, ajo është e sigurt që do rritet, që na e kërkon Bashkimi Evropian, por me ligjin aktual. Me ligjin aktual për burra do të vazhdojë të jetë 65 vjeç, nuk do ketë ndryshim. Vjetësia në punë do të jetë 39 vjet, gjithmonë për një pension të plotë. Për gruan nga 61 vjet e 10 muaj do të shkojë në 62 vjet. Dhe do të kemi një vjetësi pune edhe për gruan në 39 vjet vjetësi punë për gjithë vitin 2026, nëse nuk do ketë ndryshime dhe ndryrje në nenin 92 të ligjit 7703. Kjo do të vazhdojë, ne kemi shpjeguar që çdo vit për gruan rritet 2 muaj dhe vjetësia e punës rritet për 4 muaj. Kurse për burrat kjo do të vazhdojë, do të rritet në fakt me 1 muaj duke filluar nga viti 2029 të mos gaboj që është parashikuar në ligj, do shkojë 65 vjet e 1 muaj dhe kjo deri në moshën 67 vjet në vitin 2056, ku si burri dhe gruaja do të kërkojë 67 vjet si moshë dhe 40 vjet vjetësi në punë. Zoti Hashimi, të falenderoj shumë për gjitha shpjegimet. Edhe ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë.